Po ju jap 3 shembuj fjalish që ne si logoped ju japim pacientëve për të përdorur në bisedat e tyre të përditshme. E para është kjo: më fal, e kam shumë të vështirë për të kuptuar kur ka shumë njerëz në këtë ambient. E ke problem të dalim jashtë dhe të ma thuash këtë gjë edhe një herë? E dyta është kjo: e ke problem nëse i shkruaj ato që po më thua, pasi e kam të vështirë të ndjek këtë bisedë. Dhe e treta është kjo: më fal, unë kam një problem me kujtesën dhe më duhet që ta përsërisësh të njëra atë që sapo më the. Shpresoj që kjo mos të lëndoj. Këto janë 3 fjali që i përdorim në terapi për të fuqizuar pacientin. Dhe çfarë ndodh është kjo? Kur ne kemi një pacient të fuqizuar që ka një listë fjalësh dhe fjalish që ai përdor për të bashkëbiseduar me dikë tjetër, atëherë edhe bashkëbiseduesi ndihet më rehat. Sepse nëse një bashkëbisedues nuk e di që ti ke aftësi njose ose perceptim të kufizuar dhe të sheh që ti nuk po i kushton vëmendje, apo që ti sapo harove diçka që ai sapo të tha, atëherë bashkëbiseduesi ndihet në siklet sepse mendon që ti nuk po e respekton.